tona në mënyrë të rëndom se si 30 vjetë më parë, mendoj që ka ardhur koha me ndryshu. Kjo është pjesa kur që vjen si tregimtare që jam, apo storyteller, këtë e kom bo dhe si punë në kalumën. Është edhe pjesa që kom dashur me ngrit ma shumë empati mes njëri tjetrit, një shqiptarët e Kosovës, sidomos, duke pa ngjarjet e fundit politike që edhe dhunës në përgjithësi në shoqërinë tonë. Mendoj se nëse kthehemi mbrapa dhe shohim se sa kemi vujt për me pas këtë liri, e di sa e prek secilin prej neve, sepse shumë e lehtë me harru, diku 3 terabajt informata në javë, nëse s'gaboj i marrim si individ, kështu që natyrisht që trupi jo nuk është i mësuar, as nuk është i destinuar me marr aq shumë informata dhe për këtë arsye jemi të prirur me i harru ato që na ka ndodhur dhe me shku gjithmonë me atë polaritetin që ndoshta po dominon kohët e fundit, edhe për këtë arsye ku më thonë vetës Orges, po bojmë diçka ma ndryshe, mora s'mora vëmendje, nuk është që kom pas nevojë me tregu drejt, të paktën që ata që kanë dashur me ndëgju, edhe me pas një impakt. E kom di që kom me pas impakt, thjesht se i besoj vetës, që thash kur ju punon prej atij momenti, kështu që kjo është pak a shumë arsyet. Ama kur u postu video e parë, shumë figura publike, eminente, me peshë të madhe, e shpërndajtën videon tonë. Edhe qysh e prite që të sen kur ndodhi, se shumë shpejt, për 24 orë, krejt fytyrat publike në story videon tonë. E kom prit. E kom prit dhe une. S'po du me që shta marrë të më shumë plak, diçka tjetër, po në kësaj ere modestis, po e disha, se unë jam person që punoj në rrjete sociale, edhe e di pak a shumë çfarë përmbajtje ndahet me publikun. Thjesht ma shumë isha befasu nëse më qasen edhe më thojnë po du me të ndihmu, se mu normalisht nuk është që po e bëj këtë thire që më ndihmu, po se cila ndim është S'ka nevoj për ndihma. Se cila ndim është e mirë se ardhën, mirë po nuk jem befasu qaq. Okej. Orgesa e pranon për shembull nëse